Në një intervistë të fundit, Olsi u përball me një nga pyetjet që ka trazuar jetin. A janë këngët e tij dedikim për Egli Takon? Me një përgjigje të prerë, por edhe të hapur për interpretime, ai tha: "Nëse kënga është për të apo jo, çfarë ndryshon për ty? Unë çdo tekst e bëj me ndjesi." Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. Nëse ndjekim logjikën e Olsit se 80% e këngëve shqiptare bazohen në histori personale, atëherë është e pamundur të mos ndalemi në tekstin e fundit të tij. Atribut i more fajet, mirënjohje për gjithmonë, pa dëshirë me nda detajet. Kjo frika nga ndarja e detajeve personale duket se reflekton një realitet të dhëmshëm, ku ndjenjat bëhen pikë referime për artin. Fjala mirënjohje është bërë sinonim i Eglit brenda shtëpisë së Big Brother, ku ajo e ka përdorur vazhdimisht për të përshkruar marrëdhënien me Olsin. Dhe nëse ka një detaj që ajo ka refuzuar ta ndajë, është pikërisht fundi i kësaj historie.